Klodian Elezi ishte vetëm 21 vjeç, emigrant shqiptar me dokumente të rregullta në Chiari të Breshës në Itali, i apasionuar pas futbollit dhe shumë i dhënë pas punës, e cila i mori tragjikisht jetën të shtunën e 11 prillit të këtij viti. Klodiani po punonte në një kantier në ndërtim, i ngritur për Expo Milano në 2015. Ra nga skela duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Lajmi se një punëtor i ri shqiptar humbi jetën në punë u përcoll vetëm nga mediat lokale, por ngjalli reagimin e shoqërisë civile. Gazetari me origjinë nga Bejruti por me banim në Itali, Gad Lerner, në faqen e tij në Facebook ja dedikoi një majin vdekjes së Klodianit. Ndërsa shkrimtari Roberto Saviano analizoi gjatë ngjarjen e 21 vjeçarit shqiptar, duke e lidhur atë me mungesën e kushteve të sigurisë për punëtorët në të zezë. Jeta dhe historia e Klodianit, emigrant rezident prej shumë vitesh në Itali, ishte një si shumë të tjerat. Ishte një jetë si ajo e xhaxhait të tij, si vdekja e tij. Edhe ai humbi jetën 3 vite më parë në vendin e tij të punës, komenton Saviano. Edhe Giulio Cavalli, aktor, shkrimtar dhe politikan aktivist në Itali, i dedikoi një majin historisë së Klodian Elezit. Me një gjuhë të ashpër, ai akuzoi politikën italiane për mënyrën si i trajtojnë punëtorët e huaj dhe të pasiguruar.